Dhe rikthehemi përsëri së bashku dashur miq, tani më kemi përshëndetur dhe të ftuarin ton, rikthehemi në logjikën e programit ton për rreth 2 orë jemi së bashku, kemi dhe 2 bloqe të gjatë për të dhënë kuriozitete, për t'ju dhënë informacione në lidhje me Indin, këtë shtet të veçantë, jashtëzakonisht shumë egzotik, por që do një stomak të fortë për ta vizituar, jo vetëm për aromat, por edhe për ushqimet e veçanta. Në këto momente do të rikthehemi besoj Ariola Sheu te kuriozitetet. Te kuriozitetet në lidhje me Indin që ishin të shumta në fakt, Arion, dhe për shembull dy gjëra që i di me siguri është që meditimi dhe yoga kanë lindur që lidhej dhe me atë që tha edhe Gjoda, po një kush meditimi dhe yoga. Tani të dyja lidhen bashkë me njëra tjetrën. Po sigurisht, futen tek le të themi mirëqenia shpirtërore dhe fizike, po gjithsesi janë krejt të ndryshme. Personi që po të merr thua jam live në transmetim në Top Albania Radio. Hajde, mirupafshim. Më dëgjon në radio thoj. Më dëgjon në radio ose po i çoj një mesazh ajo, mund ta mbash pak ti programin. Një pyetje, se ti i ke praktikuar të dyja, besoj, edhe meditimin dhe yogën apo jo. Bën njëra pa tjetrën? Patjetër, po ato janë yoga pa bër meditim. Në një kuptim fjalë janë të ndërthurura ke njëra tjetra. Nuk janë në njëjta gjë, po janë të ndërthurura ke njëra tjetra. Pozicioni lotusit për shembull, që është pozicioni klasik i qëndrimit në pozë, është fazë meditimi, por është dhe yoga njëkohësisht, sepse është dhe pozicioni i jogës. Kam parë para shumë vitesh një tabelë me pozicionet e jogës bazike dhe një prej tyre ishte shtrirë. Është vërtet. Pra ne bëjmë yoga kur flem gjumë, po në një farë forme. Gjithsesi Arion, edhe fetë të mëdha si hinduizmi apo budizmi kanë filluar pikërisht në Indi dhe këtë e dim që janë ide shumë të vjetra, që kanë lindur me fen, po lidhen me fen, po sot quhen wellness. Wellness. Është bërë praktike evropiane dhe jo vetëm. Nëse nuk e thua anglisht quhet gjithsesi. Jo, në kështu, do ta thuash anglisht. Po, më thua një tjetër kuriozitet që lidhet me Indin, po një gjë që njerëzit, personat që janë duke na ndjekur në makinë thonë, interesante. Interesante. Nuk e di a ka shumë gjëra interesante nga këto që, po për shkak ka fshatra ku njerëzit nuk mbyllin dyert e shtëpive se ka shumë besim të fortë fetar. Pra kanë besim që dyert. Ose s'ka pas shqiptar shumë. Okej, shiko, lidhet ndoshta me konceptin e pronës personale, besimit tek njëri tjetri, por në për fshatra kjo gjë, sepse qytetet e mëdha quhen si qytetet ku ti mund të grabitesh i gjithi. Mund të merresh i gjithi si individ, po. Bollywoodi e dihet i Arion që prodhon më shumë filma se vetë Hollywoodi. Bollywoodi që është Hollywoodi indian, jo se dia që prodhonte më shumë. Dhe prodhoi filma nga 3 orë. 3 orë. 3 orë dhe ka këngë në mes kot palidhje. S'kan, jo, nuk kanë këngë për kot palidhje, kanë pjesë të kulturë, si janë si musical. E ke parë këto videot që janë bërë virale në Instagram? Patjetër se po i dëgjojmë edhe në muzikë, në këngët që kemi po transmetojmë. Është pjesë e kulturës së tyre, ata çdo ritual që kanë të lidhur edhe me kërcimin. Burra gra kërcejnë, kur martohen kërcejnë, po ta marrësh dhe të na lihen në dorë të lirë ne shqiptarëve, edhe ne të gjithë momentet e festës, jo në për filma, po momentet e festës i kemi burra gra që kërcejnë, Dhe këtu më kape shahmat. A dije që shahu në fakt është shpikur ose ka lindur në Indi? No, këtë se dia, shahu. Po shahu. Interesante, këtë se dia. Për shembull dhe një element tjetër që doja ta veçoja se po e shoh që e ke shkruar në skaletë dhe këtë se kisha lexuar se informacion është që ka më shumë se 100 gjuhë të brendshme. Pra gjuhë dhe mini gjuhë, dialekte të brendshme. 1000. Po, më fal, 1000 gjuhë. Shin ku të ma gjesh, po më vjen keq. Po dhe këta ku i gjetën 1000 gjuhë? Shko, do keni një gjuhë zyrtare dhe kanë ato dialektet që mund t'i cilësojnë si gjuhë. Se për shembull në Italinë, po pra 1000. E veriut ku kam jetuar, flitet gjuha friulane, që është po prap italisht, është dialekt, po është një dialekt aq i strukturuar sa shkruhet dhe lexohet si gjuhë. Dhe ata e quajnë gjuhë. E mësojnë dhe studiojnë në me qëra fjalla tek gjuha dhe shia. Çfarë ushqimesh janë ato që han indianët? Ushqimi indian për shembull njihet sidomos për erzat, 80 erza kanë në total. I kam numëruar 1 më 1, i kisha edhe në skalet thash ti vendosja, por thash 80 erza të cilat ne ndoshta nuk i kemi parë ndonjëherë edhe fytyrën apo nuk ja kemi iden. Ishin më shumë se 15 erza të cilat ishin të fokusuara tek pikantja. 80 erza që përdoren në çdo gatim, ata dhe ëmbëlsirat i bëjnë me erza. Baza e ushqimit indian është ushqimi pikant, kështu që kur ti i thua në Indi no pikant, ta dish që është pikant. Pra no pikant për ata është ushqim pikant, shumë pikant, pastaj hajde flasim se është ai ose ajo batuta se është interesante si batuta më pëlqen me që se jemi drejt fundit të kësaj copse që disa ushqime indiane të djegin këto që do them ora. Të djegin 2 herë disa ushqime indiane. Mirë kur i ha
Dhe një Po se janë shumë pikante sa djegin 2 herë. Ishte e bukur. Ishte e bukur. Ati që qeshen makinë me mua në këto momente, po e kuptoj që ishte batut, po një aplauz. Hajt me dorë dhe hajt me dorën e djathtë. Po, sepse dora e majtë cilësohet si dorë e pisët. Shumë njerëz han palung, pra nuk i përdorin fare dhe përdoren vetëm me dorën e djathtë. Janë disa rituale të cilat bëhen në brendësi të ambienteve fetare, pra siç është kjo fotografia që regjia po na mbulon në këto momente, kur shpërndahet ushqimi, ai që lidhet me procesin e fesë në ato momente, pra me procesin e lutjes apo pauzës nga lutje, duhet të hash me dorë mos në tokë. Pra është rregull për ata. Janë bërë shumë virale në internet, pamjet që hedhin orizin, hedhin salsat, hedhin lëngun, ata bëjnë një si tip gatimi që ngjan si gjell me mish që bëjmë ne. Dhe hedhin në tokë. A mendon ti Arion që po ta shifje këtë sken për shkakun do të pritej oreksi? Unë prandaj nuk dua të shkoj, se unë tipologjitë të atilla ushqimesh nuk i konsumoj dhe nuk kam kurreshti shumë të madhe. Por për tempullin e minjve që e tham pak më sipër, po atë po do kisha shumë dëshirë të veja tash ja. Këta kanë Arion një dobësi për këmbët. Për këmbët. Po nuk duhet të përshëndesësh apo të drejtohesh me këmbë drejt dikujt. Pra, nuk mund të tregosh diçka me këmbë se është mungesë respekti. Nëse ti bën kjo gjëja këtu dhe zgjat këmbën, është mos respekti i theksuar. Dhe të prekësh dikë me këmbë, duhet ta kërkosh më një herë faljen. Pra ti prekësh këmbën apo ta prekësh me këmbë? Ta prekësh me këmbë. Sepse konsiderohet pjesa më e ulët e trupit. Dhe ke vënë re ti në këto filmat indian që ulen dhe puthin këmbët? Po, që të puthin pjesën më të ulët të trupit. Ti këtë gjë do ta bëje kur se ti ke një lloj atëre ti ke një lloj kështu. Do në televizor. Interesante këto që sapo sapo diskutuam së bashku, kemi ende një blok qëndroni me ne sepse deri në orën 20 së bashku do të vazhdojmë të flasim për Indin. Jemi rikthyer në Top Albania Radio në këtë pjesë të fundit të programit ton. Kemi qenë së bashku nga ora 18:00, që s'e kam kuptuar pse themi nga ora 6. Sepse njerëzit mund të jenë duke mendojnë që jemi qenë 6 mëngjesit transmetim. 6-8 mëngjesit. Ky s'është emision mëngjesi, është emision në pasditë vonë tani. Dhe në fakt ju shoqërojmë çdo të diel në Trip Top në destinacione të ndryshme. Sot e kishim programin shumë të lezetshëm se edhe Xhoda na e bëri shumë të bukur dhe zbuluam edhe një anë tjetër që nuk e njihnim të ti. Pjesën e pasme të hënës. Pjesa më e madhe e publikut, u kënaqëm shumë dhe folëm shumë edhe për Indin. Jo folëm shumë, po folëm vetëm për Indin, tamam. Që gjithsesi njerëzit mund ta shohin Arion si një opsion për të shkuar dhe për ta vizituar, këta që janë, le të themi, eksperimentues. Aventurier. Ose këta që janë meditues. Ose është destinacioni preferuar për medituesit, do ta them. Edhe kemi disa info të tjera që doja t'i ndaja me ju, se këto mua më duken shumë fan. Më duket shumë fan koncepti i lëvizjes së kokës. Nuk ka indian i cili nuk përgjigjet edhe me lëvizjen e kokës. Sa ti e pyet për diçka indianin, ai do bëjë lëvizjen e kokës, po apo jo. Që dhe ne shqiptarët e kemi, nëse ty pyet një shqiptar. Po kështu bëjmë neve. Ne kemi në të kundërt ama, nëse ne japim kokës kështu që është joja italisht, do të them po. Në të kundërt është jo, edhe ata lëvizin njerëz zakonisht shumë kokën, kështu që nëse nuk dini indisht, lëvizni kokën për po dhe jo. Praktikisht mund të thuash po dhe jo në të gjitha gjuhët e botës. Po tamam, po prandaj quhet gjuhë universale. Vetëm me kokën. Më bëri shumë përshtypje dhe pyetjet personale që ata bëjnë, për pra në një botë pak më moderne apo në një botë pak më afër botës tonë, nuk pyetet për shembull sa lek fiton, nuk pyetet gjithashtu a je apo jo i martuar dhe nuk pyetet nëse ke fëmijë, sepse duken pyetje pak intime nëse ti një person nuk e njeh. Ndërkohë indiani sa të takon të ti bëjun këto pyetje. Ja, një sekond, indiani të takon dhe të thot. Sa fiton? Sa fiton ti? Plot, faleminderit. Ke i martuar? Po, i martuar jam, po jepi. Bravo, ke fëmijë? Po, mjaftueshëm kam fëmijë. Kështu që indianët do ju pyesin edhe për gjërat personale. Çfarë më bëri gjithashtu përshtypje, meqense jemi në minutat e fundit, nuk ekziston hapësira personale në për autobuza, në për taksi, në për ambiente ku ka dhe një të dytë apo një të tre do të rinë ngjitur. Nuk e konceptojnë të mbajnë distancën, ngjitur ajo lasheu. Madje kanë edhe një gjë që kur e lexova u çudita shumë, është fakti i të shtyrit, pra të shtyn. Nëse ti je në një radhë dhe ata duan që ti të ecësh përpara, e kanë pjesë të kulturës së tyre që të shtyjnë përpara. Ec pra, okay. Që në fillim të këtij programi u thash do doja tikja, u pendove, nuk do shkosh. Nuk ikim më. Trafiku është i çrregull, këtë e kemi diskutuar dhe mbi të gjitha nuk kemi arritur dot të japim shumë info, edhe pse me të ftuarin e prekëm sigurisht konceptin e lopës. India ka lopën si kafsh të shenjtë, të bekuar, një kafshë e cila është prezente sepse identifikon maman, identifikon atë individin që jep gjithmonë dhe nuk merr, sepse lopa përveç prezencës, pra përveç të qenurit aty prezente që lidhet edhe me një
zot, një nga zotat e tyre është mamaja, pse se jep qumësh, jep djath, jep dhe nuk merr punë në këmbim, po. Është krijuese, bravo, është krijuese. Gjithsesi mbetet kostumografi, një nga kostumografitë më të veçanta në botë, ata të indianëve që identifikohen që në momentin e paraqitshme me shumë ngjyra, me shumë diversitet, siç janë erzat e tyre. Siç janë erzat e tyre që përshkon bukur edhe kulturën që kanë. Gjithsesi, ne kemi ardhur në fund të programit. Faleminderit shumë që na keni ndjek. Ne jemi kënaqur edhe ditën e sotme. Jemi kënaqur shumë. Kaqë? Para i pres një batut nga natë. Jemi kënaqur shumë. Wow, aq shumë u kënaqëm sa do rikthehemi prapë. Edhe të dielën tjetër, pak me qef, pak se kemi punë, kështu që do rikthehemi të dielën tjetër në orën 18 deri në orën 20, siç dëgjuat edhe sot programin Trip Top. Deri atëherë kaloni bukur në programacionin e Topit. Ne takohemi dhe ridëgjohemi të dielën. Deri atëherë, mirupafshim.